Ne edhe do të ndalemi sot tek Mateu, kapitulli 6, vargjet 16 dhe 18. Agjerimi i vërtet dhe gërgësia. Në këto vargje, Jezusi na fut në zemrën e adhurimit të vërtet. Jo në performancën fetare, por në marrëdhënien e fshet me Atë. Ai nuk na thot nëse agjeroni, po thot kur të agjeroni. Dhe një përkthim thot dhe kur të agjeroni, do më thënë është diçka që ne do ta bëjmë. Nuk thot nëse ti vendos duke trajtuar, më fal. Jezusi e trajton agjerimin si diçka të natyrshme, si pjesë e shërbesës ose si pjesë e adhurimit ndaj Perëndisë. Dhe kur ta agjeroni, mos u tregoni të pikëlluar, si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për t'u treguar njerëzve se agjerojnë. Në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Kurse ti, kur të agjerosh, vajose kokën tënde dhe laje fytyrën me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se ti agjeron, por atit tënd në fshetësi, dhe aty i cili shikon në fshetësi, do të jap shpërblimin publikisht. Po të vëmëre, tek ky pasazh që ne lexuam, vargjet 1 deri në 18, Jezusi sjell 3 gjëra për të pasur parasysh si trilogjia e devotshmërisë, le të themi. E para është lëmosha, vargjet 1 deri në 7. E dyta është lutja, që Jezusi aty na mësoi se si të lutem. E treta, që është e rëndësishme në marrëdhënien tonë me Perëndin, është agjerimi. Të treja, Jezusi thot, mos bëj si hipokritët, bëj e fshehurzi dhe Perëndia shpërblen. Qofse veni re që në fillim, kur nis ky pasazh te kapitulli 6, pra thot, mos e bëni për të dukur, kur jepni lëmosh. Fjala greke është hupokrites dhe vjen nga që përdorej për fjala greke nga teatri. Ishte ai që luan një rol me mask. Pra, hipokritët nxin fytyrat për admirim publik. Do më thënë që ata visheshin ose lyheshin për të luajtur një rol tjetër. Pra, një rol që nuk ishte për të treguar një si thua një person tjetër që nuk ishte i tyre. Jezusi na fton që thot lyje kokën, ai fytyrën, jepi botës një pamje normale. Ndërkohë shpirti është para Perëndisë. Shpërblimi vjen nga Atë. Diçka shumë të rëndësishme që ne duhet të kujtojmë është fakti që Perëndia na thërret ne që të zgjedhim se çfarë duhet të bëjmë. Edhe për të zgjedhur se çfarë duhet të bëjmë është pikërisht e para thot, në qoftë se ti e bën për të dukur, atëherë është problem. Në qoftë se ti e bën për krenari, atëherë është problem. Edhe Perëndia na fton që është diçka jashtë, nuk e di, natyrës njerëzore, le të themi, ose unë do të guxoja edhe të thoja në këtë lloj forme, natyrës mëkatare njerëzore. Që do të thotë ne e kemi shumë të vështirë ose të pamundur që të themi që të bëjmë diçka edhe mos të duket, që të ndihmojmë dikë edhe mos të duket. Me kemi dëgjuar këto bisedat e ndryshme, po ai nga unë e ka këtë. Ai nga unë ose ajo nga unë e gjeti këtë punë. Pse kujto se e bëri vet. Po si nuk tha një herë faleminderit. Ai kemi dëgjuar këto lloj bisedash, këto lloj ankesash nga ana njerëzore. Edhe kur guxojmë edhe të themi që shiko, Perëndia na e di, e kam bërë për Zotin, po përsëri neve kemi tendencën që të themi pikërisht këtë gjë.
që duam që të na vihet në dukje veprimi ynë, sjellja ynë. Perëndia thot diçka tjetër. Çfarë është agjerimi biblik? Kemi në historinë biblike kemi Mojsiun që ai agjeroi për 40 ditë mbi malin Sinai, i ushqyer me fjalën e gjallë të Perëndisë. Kur Mojsiu u ngjit lart në mal dhe atje mori ato 10 urdhërimet e famshme, 2 pllakat e gurit, aty thuhet që ai ndeti për 40 ditë pa ngrënë pa pirë. Davidi ka shumë shembuj në fakt që tregojnë për agjerimin. Davidi agjeroi dhe qau para Perëndisë me thirrje zemrës, me besim. Ai ishte momenti kur mori vesh që djali i tij ishte smur, ishte gjallë dhe ai po agjeronte, po vajtonte në një mënyrë sikur kishte vdekur. Edhe kur shërbëtorët e pyetën dhe e i thanë, po mirë, po pse qam, pse vajton në këtë lloj mënyre? Ai tha, ndoshta Perëndia do të dëgjoj lutjen time. Ndoshta Perëndia do të më falë, sepse ai kishte mëkatuar kundra Perëndisë me Bethsheba. Dhe kur djali vdiq, ai u ngrit, u lau, pastrua edhe vazhdoi jetën. Edhe gjithë shërbëtorët përsëri u çuditën, po tha, ti tha, pse sillesh në këtë lloj mënyre? Shiko, tha, kur ishte gjallë, unë luta Perëndisë edhe ndoshta Perëndia mund ta falte. Tani që ai vdiq, unë kam çfarë të bëj. Kemi Jezusi u lut, në fakt agjeroi për 40 ditë në shkëlqyer. Fitoi mbi tundimin me fjalën e Perëndisë. Dhe ishte momenti ku dhe aty në Bibël thuhet dhe kur erdhi Uria, pra ishte i uritur, ai djalli ju ofrua dhe tha, shiko, tha, nëse ke fuqinë të vërtetë, sepse je biri i Perëndisë, kthej këta gurët në bukë. Dhe Jezusi tha, është shkruar gjithashtu që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por nga fjala e Perëndisë. Tani, hipokrizia dhe performanca fetare. Hipokritët shformojnë fytyrën duke performuar përpara njerëzve, duke treguar që ja, shiko, ne po e bëjmë këtë. Ndërkohë që Perëndia na fton që të bëjmë diçka, që të bëjmë një agjerim, që të mbajmë një qëndrim në fshehtësi. Ti përpara botës tregoj që je normal. Në zemrën tënde, në qenien tënde, tregoj Perëndisë që po agjeroj. Dhe thot, shpërblimi i tyre është lavdia njerëzore, edhe e marr e harruar. Isaia 58, Izraeli agjeronte me zhurmë, por vazhdonte në ta. Perëndia thot, a është ky agjerimi që kam zgjedhur unë? Dhe në fakt ky është realiteti njerëzor, ku njerëzit përpiqen që të pastrojnë, ose të themi për të dukur shpirtin e tyre, pra e pastrojnë në dukje, në anën e jashtme, kërkojnë që ta pastrojnë shpirtin e tyre, ndërkohë që sillin Isaia 58, ku Perëndia thret vëmendjen e izraelitëve, dhe thotë, çfarë jeni duke bërë? Ky nuk është adhurimi që unë kërkoj, ky nuk është agjerimi që unë kërkoj. Po çfarë do të thotë kjo për kohën tonë ku ndodhemi ne? Ndodhemi në një moment shumë të rëndësishëm ku ne jemi të bombarduar me gjëra të ndryshme që na e largojnë shpirtin ton nga fjala e Perëndisë. Një tjetër është brutësia kur barku bëhet zot. Tek
Zanafilla, kapitulli 25, vargje 29 deri në 34, ne mësojmë që e tha ushqiti të drejtën e të paralindurit për një fjatë thjerëzash, në fakt. Edhe ai ishte shumë i uritur dhe madje mendoj që në ato momente ai shumë e kishte marrë uria se mund kishte edhe kohë. Ta mbledh të ha, tha, sepse tha unë jam i vdekur. Ndërkohë që Jakobi i thot më shit para pirninta. Ne e dim që çfarë do të thot para birnia. Do të thotë e drejta për të marrë bekimet nga Ati edhe për të marrë atë trashëgimin dhe drejtimin e shtëpisë së familjes. Kemi Izraelin. Izraelitët kur dolën nga Egjipti ankoheshin. Nuk kemi për të ngrahë, Zoti dha bukë. Nuk kemi mish. Zoti dha mish dhe solli ato zojt që ata hëngrën aq shumë mish sa aq shumë kishte për të ngrënë dhe për një kohë të gjatë sa dhe ata u delën u vështiros mishi. Kemi Solomonin që i dha çdo kënaqësi zemrës, por fundi vanitet dhe stërmundim shpirti. Shumë njerëz sot nuk e kontrollojnë dot këtë gjë. Mendojnë që duke ngrënë ose duke mbushur barkun janë rreth. Edhe po ta shikosh një nga justifikimet tona është që e po duam të hamë. e po të ushqejnë fëmijët. Tani, të gjitha këto janë gjëra të mira pozitive, por problemi që ndron që këto bëhen zot të jetës. Dhe e vërteta është që Perëndia është Zoti ynë dhe Perëndia ynë. Po kur bëjmë neve Zotin të jetës tonë, stomakun tonë, të ngrënit tonë, here ne largohemi nga Perëndia. Diçka tjetër për të vënë re është që agjerimi i vërtet është që nuk jetoj me bukën vet. Perëndia është i mjaftueshëm. Ai agjerimi pra hap syt shpirtëror, të çon në liri dhe prani hyjnore. Shpërblen ose shpërblehesh nga Ati qellor. Grutësia është buka është gjithçka. Unë jam i mjaftueshëm vet. Më thënë vetja ime ana mishore. Mbylli syt shpirtëror, lere shpirtin. Çfarë është kjo ana shpirtëror? Të çon në skllavëri dhe boshllëk. Shpërblen me vanitet. Pra, është diçka që venitesh, shpërbahesh, është diçka mishore. Pra neve jemi të bombarduar në jetën tonë të përditshme. Sot ne nuk kemi nevojë vetëm ta agjerojmë për nga ushqimi, por ne kemi nevojë që ta agjerojmë edhe nga gjëra tjera. Fjala agjerim në vetë do të thotë ta privosh veten tënde nga kënaqësitë mishore. Një kënaqësi mishore është gjithashtu të ngrënë. Një kënaqësi tjetër mishore është edhe sot neve e dim telefon, që zë një proces ose një pjesë të madhe të jetës sot. Ne mbushim jetën tonë, kohën tonë, pikërisht me këto gjëra. Po ta shikojmë, neve, ju lutem, analizojeni pak vetet, dhe sot mbas adhurimit, por mund të mendoni edhe përpara një ditë më përpara, sa kohë ka zënë telefoni në jetën tonë, në atë procesin 24 orë. Se në fakt ne thuhet është e rekomandueshme nga ana mjekësore që ne i kemi të nevojshme 6 orë gjumë, 7 orë gjumë. Po le ta ndajmë, 8 orë janë punë, ose 8 orë ditë punë, 8 orë në darkë, 8 orë në gjumë. Po neve kemi ndarë ato shumë keq dhe po dëgjojmë veten tonë, mund ta gjejmë veten tonë edhe gjatë natës me telefon.
vetëm lëviz gishtin të po shpërpje. U ka ndodhur që u ka ikur interneti në shtëpi? se sa mërziteni, se sa acaroheni dhe duke shfaqsuar kompaninë që sjell internetin, unë paguaj lekët e internetit për ndërkohë që unë nuk kam internet. Por ndodh pra që neve fokusojmë veten tonë, kohën tonë me këtë gjë. Mund të jetë kënaqësira të tjera, të ndryshme që na çfokusojnë nga ana shpirtërore. Ata që kanë mundësi për të shfrytzuar para, ose edhe ata që nuk kanë mundësi, për momentin që marrin rrogën në momentin që marrin lek, mund të zgjedhin që të bëjnë lot, mund të zgjedhin që të blejnë rroba, mund të zgjedhin pa kuptuar se çfarë duhet në shtëpi, ose pa kuptuar shikojnë që mbaroi. Edhe shumë njerëz unë kam dëgjuar që e kanë shumë problem menaxhimin e parave. Kjo është një mënyrë që ti ke nevojë që të heqësh dorë nga paraja. Jo, nuk po themi që mos punoni, por lejoni dikë tjetër që të menaxhoj. Edhe pra shumë gjëra që neve na dëmtojnë, na e mpijnë anën tonë shpirtërore, na largojnë ne nga prezenca e Perëndis, atëherë është e nevojshme që ta agjerojmë. Nuk është vetëm agjerimi i ushqimit. Unë nuk po e hedh poshtë as pak këtë gjë për ushqimin. Por koha ku neve jetojmë sot, kemi nevojë që ta agjerojmë edhe nga gjëra të tjera, që na privojnë, që na largojnë ne nga vëmendja shpirtërore. Është një vizë shumë e hollë që na ndan neve nga ana shpirtërore. Lufton fuqishëm në këtë lloj mënyrë. Ai lufton duke shtrembëruar mendjen tonë me fjalë dyshuese që të na largoj nga prezenca e Perëndis. Me krenarinë. Krenaria është një nga gjërat që Perëndia urren. Në fakt krenaria për djallin është një armë që ai e përdor fuqishëm. Kur Jezusi na thot tani agjeroni, por mos e bëni për të dukur, mos e vishni veten tuaj me rroba, mos e shpërfytyroni fytyrën tuaj, pra që të dukesh i lodhur, të dukesh i raskapitur, sepse edhe vetë agjerimi të shfuqizon. Mos e bëj këtë gjë, sepse Ati do të shpërblejë, Perëndia do të shpërblejë. Mos jep thot lëmosh thot në mënyrë të tillë për të dukur. Siç ndodh sot që shiko, një nga sfidat që neve kemi si kish kur japim ushqime, gjëra të ndryshme, rroba, për shembull to ushqimet që ne kemi marrë këto kikirikat e pijet, na thon bëj foto njerëz. Bëj foto që t'i kemi, na i dërgoni ne. Kjo është një nga sfidat tonë që ne kemi. Pra, shumë njerëz përpiqen që të bëjnë këtë lloj mënyre, këtë lloj forme të jetuarit, pra të jemi në dukje, të jemi në qendër të vëmendjes. Djalli gjithashtu po e përdor fuqishëm edhe rrjetet sociale. Unë nuk po them që janë gabim se ka atë pozitivitetin e vet, por po ta vëmë re të gjithë njerëzit përpiqen që të jenë në qendër të vëmendjes, po ta vëmë re të gjithë njerëzit të mburren se si po bëjnë diçka, se si janë të aftë, edhe një nga zotët e tyre është bërë paraja.
që do më thënë që ti e këmben shumë lehtë. Shumë njerëz e shesin të drejtën e tyre për të qenë me Perëndin për të ardhura personale, për një të ardhme le të themi më të mirë këtu në këtë botë. Sipas Mateu 6, pra Jezusi na thot lyej kokën, laj fytyrën, mos krijo skenar, mos krijo skena, pra jeton një jetë normale, pa performancë, pa treguar se çfarë je duke bërë. Mos kërko miratimin njerëzor. Marrëdhënia me Atin është çmimi i vërtetë i jetës. Nuk e di, a do arrim dot ne ta kuptojmë këtë gjë apo? Ati sheh në fshehtësi. Agjerimi i fshehtë nuk harrohet, regjistrohet nga Perëndia. Shpërbles hapaz. Zoti të ti vepron dhe adhuron Zotin në fshehtësi, ai do të shpërblej ty hapaz. Danieli agjeroi, fytyra e tij u bë më e ndritshme. Danieli është një rast shumë interesant ku Danieli agjeroi dhe harmri vetëm produkte bimore, sepse mbreti i kërkoi që ta agjeronin, të ushqeheshin me mishë, me gjëra të tjera, edhe tha më adhuroni mua. Danieli me shokët e tij ftoi, zgjodhi që ta adhuronte Perëndin duke ngrënë këto gjëra dhe ishte më i shëndetshëm. Dy mundësi, një zgjedhje. Agjerimi e lartëson Perëndin si Zot dhe na çon në lirinë e të ardhmes. Grykësia e bën parkun Zot dhe na vë në robërinë e të kaluarës. Ata që agjeruan me besnikëri në kohën biblike, Mojsiu, Davidi, Jezusi, morën shpërblimet e Atit, të cilat te i kalojnë çdo pritshmëri njerëzore. Agjeroni jo për tu parë, nëse do të vendosni që ta agjeroni, po për tu parë nga ai që sheh çdo gjë. Sepse çdo nismë e jona, çdo sjellje e jona, çdo veprim i ynë, në qoftë se qëllimet tona janë për të dukur, Perëndia do të na gjykojë, nuk do të na shpërblej. Në qoftë se veprimet tona, sjelljet tona, qëndrimet tona janë të perëndishme, në kuptimin që ndjejmë të njëjtën dëmshuri që Perëndia ndjen. Është shumë e lehtë që të gjykosh njerëzit për veprimet që bëjnë, por është shumë e vështirë që ta shikosh me këtë sy pikërisht, me sy dëmshurie. Sepse ai njeri, çdo njeri mund të jetë i verbër në ato momente dhe nuk e shikon siç ti edhe unë e shikojmë Perëndin. Sepse ku është thesari juaj, atje do të jetë dhe zemra juaj. Mateu kapitulli 6, vargu 21. Vim pikërisht në përfundim me këtë gjë, duke ju ftuar dhe duke menduar kush është Zoti i zemrës tuaj, kush është Perëndia i zemrës tuaj. Dhe kjo na bën ne të mendojmë thellë dhe gjatë për Zotin tonë. Dhe të lutemi, të jetë lutja jonë që ne të vim të dallojmë veprat e Perëndisë dhe të zgjedhim të veprojmë perëndishëm, të jetojmë një jetë të perëndishme. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej nesh. Zoti na bekoftë dhe Zoti na dhënë fuqi, na dhënë shpresë për të bërë gjithmonë vullnetin e tij.